e hapur dhe për procedurën e mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbledhje e jashtëzakonshme, njoftimi i rendit të ditës e të tjera çështje si këto. Gjykata është shprehur në jurisprudencën e saj që shkaqjet e reja të ankimit do duhet paraqiten derisa çështja nuk ka kaluar në seancë plenare. Ju këto i keni sjellë në datën 16 tetor, pra pasi keni marrë njoftim që çështja kishte kaluar në seancë plenare. Mund të jepni pak shpjegim që si e motivoni pse duhet që gjykata t'i marrë në shqyrtim këto shkaqe të reja. Nderuar, neve kemi qenë në vështirësi në lidhje me njohjen e gjitha aktet. Ne nuk i kemi pasur në dispozicion dhe në momentin që janë në vend dispozicion me aq sa kemi pasur mundësi, kemi sjellë me urgjencë pretendimet tona shtesë në gjykatën kushtetuese. Kështu që arsyeja pse gjykata kushtetuese mund të gjykojë që të marrë në konsiderat këto është pikërisht kjo vështirësi që ne kemi pasur në marrjen në kohë të dokumentacion. Për aktet, ndëruar zënjë gjyqtar, aktet janë vënë në dispozicion vetëm me gjykata kushtetuese, pra ajo që ka të bëjë me vendimin e Këshillit të Ministrave, ndërsa vendimi i Këshillit Bashkiak është dërguar zotit Beliaj në institucione paraprodhimi, por vetëm thjesht si një kopje e një projekt vendimi, vetëm një flet tek. Ndërsa në Këshillit të Ministrave i marrë dhe në vend ndjeni të procedurës së ndjerë dhe relacionit që shoqëron projekt vendimin vetëm me gjykata kushtetuese. Ndaj kemi paraqitur më vonë. Faleminderit. Një nga pretendimet tuaja ka të bëjë me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe autonominë vendore. Ndarja e pushteteve në kuptimin vertikal, thoni ju, sepse në rastet e shkarkimit të kryetarit të bashkisë nga detyra, rrezikohet çështja e autonomisë vendore. Ndërkohë, në parantezë do duat të saktësoni nëse ju pranoni që kryetari i bashkisë, cili është fakti që pranoni ju, kryetari i bashkisë nuk është paraqitur në detyrë? Kryetari i bashkisë është vënë në pamundësi për të paraqitur në detyrë, apo kryetari i bashkisë nuk është paraqitur në segi, në zyrat e bashkisë, po detyrën e ka ushtruar? Se kam përshtypjen që disa pyetjeve këtu ju dhanë disa përgjigje dhe më kanë bëjuar mua ndoshta pa qartësi. Pra më duhet të mos sqaroni që cilit fakti qëndroni ju. Në qoftë se kryetari i bashkisë është vënë në pamundësi për të paraqitur në detyrë, për rrethana objektive, thoni në akte që keni drejtuar gjykatës, duket sikur krijohet një lloj deficiti demokratik në qytetin e Bashkinë e Tiranës. Kuptimin që qytetarët e Tiranës nuk arrin të përfaqësohen ose punët e tyre të marrin pjesë në punët e qytetit nëpërmjet kryetarit të bashkisë që ata kanë zgjedhur. Me këto situatë legislative në fuqi, duke u bazuar në kushtetutë edhe në kuadrin ligjor, si mendoni ju që do duhet të zgjidhet në një situatë ideale kjo çështje? Si që sqarova dhe më përpara, ne mendojmë që me termin detyrë nuk kuptohet ekskluzivisht vetëm zyra e kryetarit bashkisë. Për aq kohë sa kryetari i bashkisë mund të nënshkruajë akte edhe jashtë kësaj zyre, siç është edhe shembulli i delegimit të kompetencave. Por nuk është e njëjta gjë. Si të ushtrosh detyrën në gjendje të lirë, me orar dhe pa orar, që më shumë ka qenë në punë se sa në shtëpi, dhe siç mund të nënshkruash një akt, konsultosh një akt në ambientet kufizuara të parevolucionit. Pra, për ne, termi ambient të ushtimit të tyre është shumë i gjerë, nuk është i kufizuar në një hapësirë fizike të caktuar. Ose më saktë, çfarë do ndodhet sikur për arsye ndryshme të shkatërrojë zyra e kryetarit të bashkisë, e ushtron në një tërmet, e ushtron kryetari i bashkisë detyrën, po ushtron në detyrë është, pavarësisht se zyra e tij nuk ekziston për moment. Neve, në lidhje me ka munguar, pyetjen, ka munguar apo s'ka munguar kryetari i bashkisë për një periudhë të pandërprerë, 3 mujore, në detyrë, neve i qëndrojmë variantit duke interpretuar sipas 115-ës së Kushtetutës që nuk kemi një mungesë të vullnetshme të zotit Beliaj
në detyrë. Është një mungesë, ose më saktë është një mos ushtrim i plot full time i detyrës së tij për arsye objektive të zbatimit të një vendimi gjykate. Pra, ne nuk fokusohemi tek mungesa apo jo në detyrë, sepse ne i qëndrojmë termin që detyra mund të ushtrohet edhe në ambient e arsyrës, edhe jashtë Bashkisë Tiranë, po ne qëndrojmë pamundësisë për të ushtruar funksionin në mënyrë të plotë dhe të pakufizuar. Nuk e di sa i qartë është. A mund shumë? Zonjë nderuar, doja për analogji t'ju përmendja një rast, po në Shqipëri, kryetari i Bashkisë së Tropojës ka qenë 11 muaj në arrest shtëpie, pra në një mas të përkohshme, që nuk është bashkia, nuk ka qenë në arrest bashkie, nuk ka qenë në zyrë të tij, ka qenë në shtëpinë e vet. Dhe tani lind pyetja, janë të gjithë qytetarët e barabartë? Pse është ndryshe një qytetar i Tiranës me një qytetar të Tropojës? Dhe pse toleranca në Tropojë është 11 muaj, kurse në Tiranë është respektivisht 2 javë, 3 muaj dhe 7 muaj. Pra, këtu kemi një disbalancë total. Ajo që di t'ju them është që sa herë që më shkërkuar kam qenë prezent, por insistoj në argumente që dhash gjatë fjalës time. 2 gabime nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Dhe për të gjithë ata që kanë argumentin po për qytetarët, patjetër. Po s'pari kam unë një betim dhe një kontratë lidhur me qytetarët që duhet ta mbroj. Së dyti edhe për ata që po kandidojnë, po sikur nesër t'ia bëjnë Ogertës, Florit, Arlindit. Një masë sigurie, pra kaosi që mendojmë që kemi tani nuk është gjë hiç me kaosin nëse kjo do kthehet në një standard në të gjithë Shqipërinë, me kryetarët e bashkive. Kështu që kjo është një betejë që po bëj edhe për ata që do të vinë pas meje, kurdo qoftë ajo ditë. Faleminderit. Një saktësi në lidhje me pyetjen që u bën gjyqtarët më përpara, pyetjen e gjyqtarës Semini. Kur juve sekretari i Këshillit Bashkiak ju dërgoi 2 herë shkresa, të cilat përfundonin në të njëjtën mënyrë, që ju thoshte mund t'i paraqisni qëndrimin tuaj me shkrim. Ju nuk e paraqitët me shkrim se nuk kishit mundësi në ambientet e parabullimit, nuk e paraqitët me shkrim sepse menduat që procedura që ai ndoqi nuk ishte në përputhje me ligjin. Së treti, ashtu si gjykata juaj nderuar, nuk e paraqitët me shkrim sepse nuk kishit informacion për çfarë të jepin me shkrim. Nderuar zonjë gjyqtarë të treja bashkë, as nuk kisha informacion, as nuk kisha mundësi, as nuk dija për çfarë bëhet fjalë, dhe kur ky vendim as nuk kalon në këshill për të ftuar zyrtarisht si pjesëtar i këshillit. Pra siç thash janë 2 procedura. Thret mbledhjen kryetari fton këshillin, bën mbledhje këshilli, thret kryetari. Nuk më thret sekretari, është në punës administrativ, ai duhet hedhur në vot, çuar dosja e informacionit, dhën koha e mjaftueshme, ti thua kryetarit të bashkisë, ço çat kesh observacione nesër, observacione për çfarë? Cili është relacioni, cili është vendimi, cilat janë akuzat? Domethënë si mund të mbrohem pa ditur për çfarë po më akuzoni. Kështu që përgjigjja e shkurtër është të treja bashkë. Faleminderit. Faleminderit. Kam dhënë disa pyetje. Kam kryesisht për avokatin.